të them se ne operojmë në bazë të një informacioni që shkëmbehet në grupet tona të punës dhe ishim në dijeni që Shkodra do preke nga rreshjet e shiut dhe të gjithë ishim të përgatitur për menaxhimin e kësaj situate. Pa ajo çka ishte jashtë parashikimit ishte se intensiteti i rreshjeve në njësi kohore e kalonte çdo lloj parashikimi të mundshëm. Dua të theksoj se situata të tilla nuk janë vetëm në Shkodër, megjithëse Shkodër dhe qarku i Shkodrës tashmë duke bë pjesë në ultësirë dhe që është e predispozuar për të mbushur nivelin e bazenit të qarkut me ujërat nga të cilat vijnë nga malet, nga përrejt e ndryshëm, jemi të përgatitur dhe funksionojnë të gjitha shtabet e emergjencave civile në çdo bashki. Dhe ju e keni ndjekur situatën dhe e keni pa edhe vetë që shtabi i emergjencave civile të çdo bashkie ka në aktivitet dhe në ndihmë të situatave të ndërlikuara. Ajo çka duhet të theksoj është se ne ishim po marrë me bashkinë e Shkodrës, ne ishim përpara një testimi i cili na funksionoi shumë mirë. Për herë të parë, siç e theksuat dhe ju, qyteti i Shkodrës me gjithë intensitetin e madh të rreshjeve, fal punës së mirë të bashkisë me kolektorët dhe me kanalizimet brenda qytetit, e dha provën që Shkodra nuk për herë të parë në kaq vite ishte në jetën e saj normale. Ajo ku kishim ne pikën e dobët ishte pjesa e Bërdicës dhe e Vallt të Dejës. Duhet ta dim dhe gjithkush besoj që jeton në këto zona e ka të qartë që rreshjet e shiut shoqërohen me mushje të prrejve. Prrejt kur vinë, nuk vinë vetëm ujin, po vinë edhe masa të mëdha, gurësh, zhavori, papastërtinë, të cilat dum ne bën bllokat përpara disa tumbinave që e tamposin dhe e vështirësojnë kalimin e ujit, plus që mushin edhe kanalet ekzistuese, të cilat sipas planifikimit çdo bashki ka bë pastrimin e tyre. Siç u thash, ne shtabi i emergjencave civile që drejtohet nga prefekti është vepron në bazë të masave çdo sezoni që mbaron apo e pret. Po të njëjtin plan dhe strukturat e strukturojnë planin dhe e hidhen në veprim nga çdo bashki dhe komunitet. Kjo që ndodhi kësaj here, ju a thash edhe një herë, ishte pra një e papritur për të gjithë ne, fal asaj sasie të madhe rreshjesh që ra në njësi kohore. Proji Glinës është problematik dhe ne, ose të them më mirë, bashkia e Vallt të Dejës, kryetari Kristiani, e ka bërë një projekt dhe i kemi dërguar te Agjencia Kombëtare e Emergjencave Civile. Është planifikuar për të ndërhyrë dhe presim që me situatën e fundit nuk ka pse neglizhohet më kjo ndërhyrje. Vallt Dejës është një zonë që është e mbështjellë me ujëra. Shpesh herë ndihmë që jo po ishte hidrocentrali, jo po ishte erdhe nga rritja shumë. Këtë herë nuk kemi çfarë të themi sepse sa dam na bani ky shiu, aq i mirë sa ardhun ishte për sa i përket mushjes së bazeneve të hidrocentraleve, sepse tashmë ato ne i kishim bosh. Dua të them se patëm mbështetjen të menjëhershme, në bazë të menjëherë kam komunikuar me Ministrin e Bujqësisë, cilin gjerasin ta falenderoj për reagimin e menjëhershëm, ka dërguar në terren dhe kam kënë kontakt të vazhdueshëm edhe me zëvendësministrin dhe drejtorinë rajonale të kullimit të ujrave, të cilët na prunen edhe ekskavatorin që ishte specifik që bashkitë nuk e kishin, për të bërë të mundur hapjen e disa kanaleve, ndërhyrjen në disa edhe tek proji i Glinës për t'i dhënë drejtim ujit. Ishin forcat armatosura në gatishmëri së bashku për të bërë mujton evakuimin e njerëzor dhe të gjë së gjallë në situata që po mendoshim të precipitoshin.
Fati mirë ishte dhe e dimni që këto lumejt, këto përrejt, ashtu si që bin ujin, pa ashtu edhe tërhiqet me njëherë, dhe në kushte që ne sot flasim, ka 2 ditë që shtabet e ngritura pranë bashkive janë për terren për të vlerësuar situatën dhe për të pru. Njëkohësisht u bami njëherë edhe marrja masave për t'i ardhur në ndihmë familjeve të cilat uji kishte depërtuar në shtëpitë e tyre.